Unë përflas për këta. Këta janë dëmi i asaj proteste. Këta janë dëmi i një lëvizje e cila mund të ishte për atë që solli, për atë damar, për atë duf që solli, mund të ishte shumë interesant. Unë të zgjidhen edhe protestuesit. Jo, unë nuk dua t'i zgjedh. Jetë për mua, po t'ishte se është interesi im, të themi i vogël, një interes politik i vogël, aty qofshin ata që unë sapo përmenda. Ke shkallët sa më shumë nga ata, sa aq më shumë protesta ka për tumbur. Ju e dini që ekstremizmi zvoglon. Ju e dini që sa me ekstremiste tjetë një gjë, aq me e vogël është ajo. Aq më pak përqafohet, do ketë një grup më të vogël që do përqafoj një gjë që është një pozicion ekstrem. Besoj se ka gjë mund ma pohoni. Ato sa po bëhen shumë ekstremiste, ato zvoglohen. Unë kam vite që e njo. Protesta sa më... Por ju na i pohoni që qeveria ka diçka për të reflektuar, a ka nisur një reflektim? Qeveria ka vetëm një punë, që duhet i bëjë gjitha punët. Qeveria dhe gjithë pushteti qendror vendor ka vetëm një punë, duhet i bëjnë gjitha punët. Ne jemi fajtorë natyrisht, se duhet që këto pritshmëri të larta duhet të kishim realizuar në kaq pak vite sa ju thash, dhe me 5% taksa, 10% taksa, 15% taksa. Ju jeni edhe fajtorë se qytetarët ju shohin si të rinj në të vjetës dhe sigurisht që... Unë kam miq të mi në Zvicër e kam pensionin 4.500 franga. Po, tërë jetën e vetë kam pas regjimin fiskal 49%. Të gjithë të ardhurët e tyre. Tërë jetën e tyre jetojnë në një shtet i cili nuk ka njohur ato që ka njohur vendi ynë. Nuk kanë pasur një salinja 20 vjetë. Nuk kanë pasur atë tranzicion që kemi pasur ne. Keni zoti Gonxha për të treguar për pensionin? Si? Miq në Malinezi. Po patjetër, edhe vendet që ne kemi afër, edhe në nivelin e pagave dhe në nivelin e pensioneve, asnjë nga shtetet që ne kemi pasur afër nuk ka pasur atë tragjedi që kemi pasur ne gjatë viteve 90 deri vitin 2013, sa i takon punësimit informal, sa i takon tregut informal, sa i takon një tregu të çorganizuar, një kaosi, një vendi i cili, po ju e dini më nga vim ne vim nga gati 3.000 vrarë nga piramidat, po ne vim nga konflikte gati prag lufte civile më. Me komunizmi. Jo, ne kemi pasur prag lufte civile në vitin 97. Komunizmi. Po përveç komunizmit, po them, ne vim nga një... Jo se tha periudha më tragjike e Shqipërisë është periudha 90. Po 3.000 veta të vrarë s'kemi pasur një. Jo, mos ngatro. Tha që periudha më keq e Shqipërisë është pas 90. Nga keq administrimi në demokraci, po them. Në thonjza. Kupton? Pyeti ata që u vranë, se i ke pronar, i ke partner sot në biznesin e madh të Florës. Jo, unë po them që... Një nga grupet më ndatë kriminal 97. Rënja piramidave nuk është një gjë që mund ta mohojmë dot. Anara në mes, në kuptimin e xhepit qytetarëve në ato vite, a shkaktoi gati një luftë civile në Shqipëri, dhe po them që një vend si ato që po më pyet, nuk i ka patur këtë dramë. Po dalin me fal. Pra, pyeti Malezes thot, pyeti Malezes dhe miqtë e tu, po më periudha më keqe e historisë së Shqipërisë është periudha pas 90-s. Normale. Po këtë po them. Po e ka pas njëri? Oj, vim nga komunizmi, vim nga komunizmi. Jo, unë po them për një demokraci si ajo jona e brisht, a ka mundësi ta vëmë demokraci është mbështetje personale, bllokon një njeri, ka bllokuar dhe ka peng Shqipërinë. Mund ta vëmë në konto të themi ballhapur tyre djemve, vajzave, çuna goca, e dini Shqipërinë e tranzicionit vërtet. Zonja dhe zotëri, shikojmë fotografi, i ke familjar, i ke me fëmijë, i ke njerëz që kanë dhënë djerës për të. Unë e them figurativisht. Po di më janë numra, për ju janë numra. Jo, më nuk janë fare numra. Duhet mbyllën gojë. Nuk janë fare numra, dhe aty mund të ketë edhe nga ata që mund të jenë dhe votues tan, edhe s'ka asgjë të keqe. Po i keni sistemin e verifikon. Po s'ka asnjë gjë të keqe. Sa po thatë që mund të ketë edhe nga administrata. Keni dëgjuar në një ngjarje në administratën në këtë sens? Deri tani jo. S'ka asnjë problem. Mund të ketë natyrisht, ka dhe plot njerëz të cilët nuk e meritojnë të jetë në krye dhe në ballë. Atje, sepse ne i njohim, është një vend i vogël, njohim gjithë njëri tjetrin, dhe ndonjëherë mund të ketë disa karaktere të cilat ne i themi qytetarëve, kujdes, sepse personazhet në fjalë mund të çojnë në një, ku diun, drejtim gabuar. Po kur thonë qytetarët për ndonjë personazh brenda mazhorancës së Gonxha, qeveria kur thotë qytetarët mazhorancës është subjekt i një testimi çdo 2 vjet. Ne kemi zgjedhje vitin që vjen, janë të hapur, të vinë, të formsojnë të strukturohen, të formsojnë një mendim dhe të çojnë atë në një strategji të caktuar politike, të marrin pjesë, po të duan të vinë në partitë e spektrit, po të duan të krijojnë partinë e vet, të vinë, të përballen, të mësojnë, askush nuk të dhuron asgjë, askush nuk ka për të hikur askund papritur e pakujtuar etiki nga përgjegjësitë e veta e nga ajo që ne përfaqësojmë, këtë ta harrojnë se kjo as ka për të ndodhur ndonjëherë. Janë atje, janë të rritur, ju sapo e thoni, të rritur, të vaksinuar, jeta reale, nëse nuk jemi duke folur jo për utopi, është që hajde, futu në frontin e betejës, testohu, hajde në zgjedhje, nëse duhet që të ndryshosh realitetin, hajde dhe puno. Do ta ndryshosh nga brenda, hajde në partitë.